për luftën kundra dragetës, mafjes plerave, besoj që e bëjnë liderin më ideal për të sjellur në, le ta quajmë, në hapësirën e aksionit publik, kur rajon e nevojshme për të bafaquar këto lloj të këqijash. Ndaj, kur ne themi Shqipëria madhështore, zero taksa për 5 vite për emigrantët që kthehen në Shqipëri, kur ne themi Shqipëria madhështore. Tani, jo premtimet, ishim tek Berisha. Pra ju thoni, Sali Berisha është personi që e futi Shqipërinë në NATO e një. Sali Berisha është personi që ju ka hequr vizat gjithë gazetarëve e kështu me radhë, kur u futëm ju e dini, liberalizuar proceset e vizave, është personi i cili mundsoi luftën e post 97-s për sa i përket bandave të organizuara në 2005 në kështu me radhë. Pra është një person i cili ka konfirmuar në mënyrë të ripërsëritur kapacitete shtetformuese të jashtëzakonshme në situatën që Shqipëria me 1 milion shqiptar të emigruar, me 1 milion shqiptar ja dha në 2013. Tashi, unë thash një herë, kur ti nuk ke kurajën të pranosh a ekziston apo jo incineratori, nuk ke kurajën të shikosh tek familja jote, tek lagja jote, janë 1 milion shqiptar që kanë emigruar nga 2013. Unë nuk dua t'i futem se debati, publiku gjykon, unë po flisa në mënyrë krejt normale, më ndërpreve, ky është stili i vjetër, unë besoj që shqiptarët kanë nevojë. Stili vjetër është në përmbajtje, o Akish. Stili vjetër është në përmbajtje. Shqiptarët kanë nevojë për janë një politikë normale. 2017, 2021, 2023. Shikon drejt ekonomisë, performancës menaxheriale dhe shkut korrupsionin dhe kriminalizimin e nga politika. Unë uroj që ju ta pranoni që dhe në listat e Partisë Socialiste keni patur vrasës që kanë emëruar deputetë. Po ti ke kryetarin e partisë, Morakil. Ke kryetarin e partisë sot procedura nga Spaku. Po ke kryetarin e partisë, ke kryetarin e partisë, ke kryetarin e partisë Lirisë e ke sot. Tani 3 drejtues të opozitës sot i ke të ndjekur nga Spaku. Tani ti vje flet për korrupsion. Ik bëja një vizitë Lalierit. Sjaroni kush është kryetari i bashkisë. Nuk kam që të them. Nuk kam që të them. Ska që publiku ndjek. Ky publiku ndjek. Unë po jep disa element programor, po jap disa element të forcës politike të liderit opozitës. Ju tash edhe një herë. Publiku gjykon. Okej, atëherë. Unë po shkoj tek Hakla, i ti bëja të pyetjen e fundit, dhe në qoftë se doni ju bëjë një pyetje në fund të cilës do i përgjigjen shumë shkurt. Tani pse doja të kthesha në fund fare prapë tek Hakla, sepse ju si lëvizje jeni kundër klasës politike në përgjithësi, pra kundër establishmentit, atyre që Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, partive tradicionale. Por sapo dy kandidatë Partisë Demokratike mbeten të pakënaqur, ju mbajtet t'i kapnit. Ju duket anti-establishment si qëndrim ky? Ne kemi sqaruar se çfarë ka ndodhur me 2 kandidatët për deputet, të cilët nuk janë pjesë e listave tona, zoti Sula dhe zonja Donjusha Balliu. Në fakt, ajo çfarë ka ndodhur është se ne ditën e përfundimit të procesit ku do dorëzonim dhe përfundonim listat zgjedhore, ne diskutuam, vendosëm me njëri tjetrin, duke qenë se zoti Sula i përkiste vërtet një partie politike e cila është prej shumë vitesh, por nga ana tjetër kishte mbrojtur disa kauzat përbashkëta, siç ne i kemi deklaruar publikisht, për cilat kemi lobuar dhe ne, kishte votuar kundër listave të mbyllura, po ashtu kundër ndryshimeve kushtetuese, ka lobuar për votën e diasporës, nga ana tjetër ka një qëndrim shumë të prerë pro SPAK, të cilin ne kemi pasur që në nisjen dhe në gjithë argumentin tonë publik. Ajo çfarë ndodhi është se listat nuk ishin, patjetër po. Ajo çfarë ndodhi është se listat nuk ishin përfundimtare. Pra ne kishim një diskutim të torëve të fundit dhe ajo çfarë ndodhi është se ne diskutuam gjërësisht me njëri tjetrin, diskutuam me antarësinë tonë dhe vendimi pastaj edhe pas diskutimeve dhe me zotin Sula që nuk kishim një dakordsi dhe ne i qëndrojmë parimeve dhe besimit tonë që ne nuk mund të jemi një parti e cila është një sekt i mbyllur për të mos pranuar askënd i cili ndan të njëjtat parime dhe vlera me ne. Nga ana tjetër ne mbajmë një derë të hapur për personat të cilët nuk kanë konsumuar, nuk janë të perceptuar si persona të cilët kanë duar të lyer me korrupsion, kanë futur duart në xhepat e shqiptarëve, nga ana tjetër kanë mbajtur disa qëndrime siç ato që ne kemi pasur deri më tani. Fakti është që sot në listat tona nuk janë asnjëri nga Fakti është mirë, dakord. Arsye sepse sepse nuk kishim dakordsi. Pra ne vendosëm nuk kishim dakordsi për të vendosur një të afërm të zotit Sula në listë, ai kërkoi ju doni të fusit njerëzit tuaj, ai s'kishte garanci, pra ishte shumë teknike, nuk ishte parimore, pragmatike si gjë. Zoti Sula kur erdhi pikërisht me atë çfarë ne kishim mbaruar tani me pjesën e listave të mbyllura dhe dakordsinë tonë. Të nesërmën kishte një tjetër kërkesë dhe patjetër e cila nuk u diskutua me gjithë antarësinë dhe bazën tonë, nuk u pranoa dhe ne vazhdojmë. Pra pragmatist.
pak. Ne mendojmë që është i vendimi i cili është i bazuar në gjitha diskutimet antarësisë dhe vendimi përbashkët i koalicionit tonë. E fundit, po keni parasysh kam shumë pak minuta, kam vetëm 4 minuta. Parashikimi, imagjinoni nga 1 minutë se cili keni tani. Parashikimi për rezultatin e 11 majit me numër mandatesh. Vetëm numrin dua. Kush fillon? Pullazi. 74. Vataj. 75. Aklaj, 71. Synimi është 71, por ne besojmë shumë që do arrijmë çajm sistemi dhe të kemi një grup parlamentar të mirë. Shumica, thjesht shumica. Shumica sa? Edhe një, shumica është 50 plus 1. E cilësuar, e pa cilësuar, Shumica është 50 plus 1, unë besoj që do të kemi ndryshim në fund Shqipëri, rotacion, jam i bindur. Atëre, vjen era ndryshim, kështu që unë mendoj që gjithmonë më shumë jemi drejt një fitore të sigurt. Okej. Do riformatoni vete. Fitore ju urojmë të gjithëve. Majtas, djathtas, tavolinës, fitore si pas këndvështrimit të tyre. Unë falenderoj që ishit me mua, nderuar teleshikues. Hyjsaj faleminderit, Kraja gjithashtu, Haklaj, Vataj, Pullazi. Faleminderit. Ishin vetëm